Në emër të Ministrisë Kulturës dhe Turizmit, ju uroj mirëseardhjen këtë konferencë të sotme për media lidhur me zhvillimet e fundit të veprimeve e punëve të paautorizuara në hapësirën e mbrojtur Pallatit të Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, nga ana e Komunës Prishtinës dhe pas hudhjes së një sër të pavërtetash në publik nga ana e kryetarit të Komunës Prishtinës. Fillimisht duam të sqarojmë edhe një herë se javën që shkoi nuk kemi pas ndërprerje të punimeve, por kemi pas kontroll të zbatimit të vendimeve administrative që janë marrë shumë kohë më parë. Inspektorati për Trashëgimi Kulturore në nëntor të vitit 2024 ka ndaluar zhvillimin e aktiviteteve ndërtimore nga Komuna e Prishtinës, aktivitete këto pa leje nga institucionet e trashëgimisë kulturore në hapësirat përkatëse të aseteve të trashëgimisë kulturore në mbrojtje ligjore, përkatësisht brenda kufirit perimetrit monumentit Pallati i Rinisë dhe i Sportit, si dhe brenda kufirit të zonës së mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës. Aktiviteti ndërtimor ka të bëjë me projektin e Komunës Prishtinës Ishulli Urban, bikalimi Arbri Pallati i Rinisë Prishtinë, i cili pjesërisht shtrihet në hapësirën e mbrojtur të trashëgimisë kulturore dhe atakon ndërtesën në mbrojtje ligjore, si dhe hapësirën e destinuar për ndërtesën me interes të lartë nacional, teatri, operës dhe të baletit, dhe nuk i posedon pëlqimet adekuate të institucioneve kompetente të trashëgimisë kulturore. Është më rëndësishme të theksohet se Kuvendi Komunal i Prishtinës me datë 29 prill 2022 ka lëshuar vendim me cilin caktohet lokacioni për ndërtimin e teatrit, të operës dhe baletit në 3 ngastra kadastrale, prapa ndërtesës së Pallatit të Rinisë dhe stadiumit Prishtinë, ndërtesa në të njëjtat parcela, saktësisht në të 2 prej tyre Drejtoria e Urbanizmit e Komunës Prishtinës ka lëshuar leje ndërtimore të kundërligjshme 2 vite më vonë, pra me 30 tetor 2024. Ka lëshuar leje ndërtimore në një pronë e cila tashmë ka të drejtat shfrytëzimit. Domethënë ka lëshuar leje ndërtimore me ndërtuar tokë të huaj. Vlen të ceket se në mungesë pëlqimit për këtë projekt, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore ka ndërprerë punët në nëntor të vitit 2024. Ky vendim i Inspektoratit për Trashëgimi Kulturore nuk është atakuar asnjëherë nga komuna, andaj i njëjti mbetet në fuqi nga data 7 nëntor 2024. Duke vlerësuar të rëndësishëm qëllimin e projektit të Ishullit Urban si nevojë për ndërlidhjen e lagjës së Arbrisë me qendrën e qytetit, si dhe për integrim në hapësirën e trashëgimisë kulturore dhe ndërtesat e Pallatit të Rinisë dhe të teatrit, operës dhe të baletit, Inspektorati për Trashëgimi Kulturore në të njëjtën datë ka dhënë udhëzimet për harmonizimin e domosdoshëm të projektit të Ishullit Urban, të teatrit, operës dhe të baletit dhe të Pallatit të Rinisë. Megjithatë, këto udhëzime janë shpërfillur nga Komuna e Prishtinës. Duke shpërfillur udhëzimet në projekt të paharmonizuar, komuna ka parashtruar kërkesën për pëlqim në institucionet të trashëgimisë kulturore në IKMM, i cili është refuzuar me vendim në dhjetor të vitit 2024. Ky vendim është ankimuar nga Komuna e Prishtinës në organin administrativ të shkallës së dytë dhe është refuzuar kjo ankesë, pra ka ngel fuqi vendimi i IKMM-s. Megjithatë, në hapësirën e mbrojtur të trashëgimisë kulturore, dhe në shpërfillje të obligimeve ligjore dhe pa autorizim nga institucioni kompetent, komuna ka rinis aktivitetet ndërtimore nga muaji janar 2026. Prandaj, Inspektorati për Trashëgimi Kulturore ka ndërmarrë masat sipas legjislacionit për trashëgimi kulturore, ndër të tjera ka rivendosur shiritat zyrtare të ndalesës së punimeve në afat deri në përmbushjen e obligimeve të komunës sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi për trashëgimi kulturore. Ndërsa shenja zyrtare e për ndalim punimeve e ITK-s ka qenë në vend që nga koha kur është vendosur. E shiritat zyrtare të ndalimit të punimeve në vitin 2024 janë larguar në mënyrë të palejuar. Lidhur me përmbushjen e obligimeve ligjore për trashëgimi kulturore dhe për harmonizimin e pjesës së projektit të Ishullit Urban që shtrihet në hapësirën e mbrojtur të trashëgimisë kulturore dhe që cënon ndërtesat e interesit të lartë nacional, janë mbajtur disa takime me zyrtar përgjithës të Komunës Prishtinës, Departamentit për Trashëgimi Kulturore të Ministrisë Kulturës dhe Turizmit, Institutit Kosovës për mbrojtje e monumenteve, si dhe Inspektoratit për Trashëgimi Kulturore. Takimi i fundit është mbajtur me 21 maj 2026 në hapësirat e Institutit për mbrojtjen e monumenteve, ku përgjegjësit e 2 palëve janë dakorduar që nevojitet në mënyrë të domosdoshme harmonizimi i 3 projekteve, ndërsa çuditërisht në të njëjtën kohë sa zhvillohej takimi profesionistëve me qëllim të gjetjes së zgjidhjes në IKMM, kemi pas në media kryetarin e komunës zotin Rama, i cili del me deklaratat që nuk i kontribuojnë zbardhjes të vërtetës, pra kanë për qëllim hudhjen e
një sër dezinformatash në lidhje me rolin e Ministrisë së Kulturës, dhe që shihet qartë që i njëjti nuk ka asnjë vullnet për të gjetur zgjidhje që projekti i ishullit urban të realizohet në atë mënyrë që nuk do të dëmtonte asnjë projekt tjetër dhe po ashtu do të ishte brenda ligjeve fuqi. Në përfundim, institucionet trashëgimisë kulturore me këtë rast shprehin gatishmërinë për bashkëpunim të mirëfillt në zgjedhjen e zgjidhjeve për çështjet e interesit publik të qytetarëve dhe trujtës trashëgimisë kulturore, potencial me interes nacional për sot dhe brezat e ardhshëm. Pra, në përfundim, është e pavërtetë se kemi pas ndalim punimeve, kur dihet se ato tashmë veç se janë ndaluar. Në 2024, javën që shkoi kemi pas procedurë standarde të rinspektimit dhe vlerësime nëse po zbatohet dispozitivi vendimit të inspektorit të trashëgimisë kulturore. Komuna e Prishtinës, mbi shenjat zyrtare që demonstrojnë masën e ndalimit të përkohshëm të punëve nga autoritetet publike, ka rifilluar punime dhe kjo përveç se vepër penale parashikuar në nënën 354 dhe 355 të kodit penal si veprimet pa autorizuara në zonat që mbrohen me legislacion për trashëgimi kulturore, nënkupton edhe vepër tjetër penale siç është parashikuar në nënën 406 të kodit penal, heqja apo dëmtimi i vulave apo shenjave zyrtare. Institucionet e trashëgimisë kulturore, sikurse dihet, kohëve të fundit kanë aprovuar një sër projektesh komunës Prishtinës pas aplikimeve të tyre në këto institucione, pavarësisht se vitin e kaluar publikut i thonin se nuk njohin listën e aseteve të trashëgimisë kulturore dhe as autoritetin institucional të këtyre institucioneve. Shembull për këtë është rruga Çambel Hoxha, cilën komuna megjithse thoshte se nuk aplikon për leje sepse s'ka nevojë, ka aplikuar për leje dhe ka marrë lejen. Pra, nuk ka pas kurfar qëllimi për të bllokuar komunën siç tashmë është bërë kështu si zhargon i zakonshëm edhe i mërzitshëm edhe i pavërtet i komunës Prishtinës në, si më thonë, në dëm edhe në cenim të drejt për drejt të rolit të institucionit Ministrisë Kulturës, Rrëmizit dhe Sportit, më përpara dhe tani Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit. Shembull tjetër është miratimi i instalimeve nëntoksore në sheshin Gjergj Bush. Edhe tek sheshi Gjergj Bush të gjithë e dim që aty janë zhvilluar disa skena qesharake, disa teatri absurdit nga ana e komunës Prishtinës vitin e kaluar dhe i dim për betimet e komunës që nuk do të aplikojmë, sepse s'kemi nevojë të aplikojmë, kanë aplikuar dhe i kanë marrë pëlqimet për realizimin e projektit të instalimeve nëntoksore, ndërsa pjesa tjetër mbetet ende që të harmonizohet dhe të respektohen standardet e ligjshmërisë dhe standardet profesionale dhe më pas asnjë institucion nuk e bllokon askënd sepse edhe nuk ka mundësi ta bllokojë, sepse ka kontroll, ka gjykatë, ka institucionet që kontrollojnë njëra tjetrën. Sapo të kemi respektim të ligjit dhe standardet profesionale, çdo projekt do të miratohej, por në rastin e hapësirës për rreth pallatit të rinisë, kjo jo vetëm nuk është bërë, por edhe kemi pas zhvillime që nuk kuptojnë flagrant, që nuk kuptojnë dëmtim flagrant të miliona eurove të buxhetit publik. Sikurse dihet në opinion, ne kemi nënshkruar kontratë për zhvillimin e projektit për teatrin e operës dhe baletit. Veprimet e komunës janë të tilla që e pamundsojnë zhvillimin e këtij projekti. Pra kjo që po bën komuna e Prishtinës nënkupton që nuk do të mund zhvillohet projekti i teatrit të operës dhe baletit, një prej projekteve më strategjike në fushën e kulturës që në termat financiar të ndërtimit ka vlerën prej mbi 70 milion euro sipas vlerësimeve paraprake dhe që është nevojë etike e të gjithë komunitetit të skenës tonë kulturore, një projekt që i mungon qartë azesë të kësaj dite gjithë vendit tonë. Veprimet komuna po kryen investimet që po ashtu do të nënkuptojnë dëmtim të vetë buxhetit të tyre, sepse ata po bëjnë disa investime të cilat janë në pronë të huaj. Po e them metaforikisht, sepse ajo pronë veçse është ndarë, domethënë me vendim të kuvendit komunal për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit. Kjo do të nënkuptojë që ato investime duhet të rënohen dhe Ministria e Kulturës dhe Turizmit njofton opinionin, institucionet e drejtësisë dhe vetë komunën përmes kësaj konference që ne do të parashtrojmë, do të iniciojmë të gjitha mjetet ligjore për kthim në gjendjen e mëparshme,
E dihet që sipas ligjit kthimi i gjendjeve të mëparshme është përgjegjësia atyre që i shkaktojnë këto veprime të palegjshme, që patjetër kthimi në gjendjen e mëparshme nënkupton rënimin e investimeve që janë bërë deri më tani si palegjshme në atë pjesë, dhe rënimi i tyre dihet se ka pasoja financiare në dëm të buxhetit publik. Ne do ta bëjmë këtë kërkesë sigurisht, dhe besojmë që rruga e duhur është ajo e harmonizimit të projekteve, respektimit ligjit, adresimit të nevojave të institucioneve për zhvillim të infrastrukturës kulturore. Askush nuk ka qëllim që të pengoj zhvillimin e një projekti, siç është ajo që njihet si ishulli urban, por që kjo patjetër se në bazë vlerësimit të ekspertëve, domethënë vlerësimeve teknike, është plotësisht e mundur që të ketë harmonizim dhe në atë mënyrë të zhvillohet ai projekt, e të mos pengohet po ashtu edhe ndërtimi i teatrit, të operës dhe të baletit, sikurse në bazë të këtij angazhimi qëndron zotimi, obligimi gjithë secilit prej nesh që të respektojmë ligjin, të investimet të kryen duke mos shkel parime e rregulla që ne aplikojmë në gjithë territorin e Republikës Kosovës ndaj gjithë qytetarëve pa dallim. Ligji nuk vlen në Prishtinë ndryshe apo në Deçan ndryshe, po kjo është një standard që institucionet e trashëgimisë kulturore asnjëherë me asnjë çmim nuk e kanë cënuar.